E para, gja faleminderit shumë që keni ardhur. Dhe urime muaj i Ramazanit. Me kriju lidhshmërinë mes muzikës dhe pikturës është shumë e lehtë, sepse është një art, por gjini të ndryshme. Edhe pikturë, për shembull, muzika ka ritmin, formën, drejtpërshimin, kontrastin, hapësirën, njëjtën gjë ka dhe piktura, njëjta gjë. Domethënë vetëm ndryshojnë veglat e punës, sepse është një art, po gjini të ndryshme. Unë jam krenari herë që jam malsor dhe unë ndonse në muzik jam tradicional, në piktur jam ma modern, si me thanë, jo ma modern, po krejtësisht modern. Atëherë motivet janë të njëjta, po të shprehura në mënyra të ndryshme. Unë motivohem nga jeta ime fëminore, studentore, nga turnet e shumta nëpër botë. Atëherë nuk jam unë meritor, po arti me të cilin unë merrem e ban këtë. Arti ban magji, arti ban çuditëra, arti nuk ban dallime, te arti jemi të gjithë një.